Këto zgjedhjet e 28 dhjetorit do të vërtetohet, siç u vërtetua dhe në zgjedhjet lokale, që exit pollet si të tilla nuk mund më të tregojnë rezultat, sepse ka swipe electorate, ajo që quhet lëvizja e elektoratit. Në përgjithë botën po ndodh kjo. Ku njerëzit duke qenë nëpër TikTok-a, duke qenë nëpër profile rrjete sociale, nuk është që tregojnë të vërtetën, edhe në ato deklarimet që i bën kur dalin e thonë se kë ka votuar, por pastaj edhe ka shumë lëvizjet aty këtushme të elektoratit. Nesër, pa e shka mund të paralajmërojmë prej tash, është të paktën 100.000 vota janë të pa definuara, nuk dihet se ku do të shkojnë, në cilën anë do të shkojnë, ka njëra për subjekteve politike apo nga ndonjë subjekt tjetër, edhe që kjo lëvizje që ty në 100.000 votues është ajo që në fakt e bën ditën e nesër me krejtësisht të paparashikueshme, pra nuk është që dikush mund të parashikoj. Dhe ne do të provojmë, kemi vendosur ti besojmë Bleron Baraliut, për shkak se ai e bën me një projekcion. Pra përveç që i merr këto matit e exit polleve, fut edhe lëvizjen e mundshme të elektoratit, dhe besoj që do të jemi pak më të saktë se sa të tjerët. Natyrisht nuk është kjo garb, nuk është ndonjë përpjekje burdushiane për mja qellu 100%, por të paktën do t'japim një content. Ajo çka do të ndodhë nesër, kushtrim është prej mëngjesit, do të jetë një super maraton zgjedhore. Dhe nesër vërtet kam provuar që është nga kjo studio do të nisim. Nga këtu do të nisim, po, nga këtu do të nisim. Ajo që kemi provuar me bë është me ju kriju njerëzve idenë që nesër është edhe fest. Për shkak se është e diela fundit e këtij viti, dhe besoj që prej ditës parë një prej sëmeve që kemi debatuar është që njerëzit e kanë merituar që prej krishtlindjeve tutje të jenë duke festuar e jo më marrë me procese zgjedhore. Të e pas parasysh që ta jemi mundu që nesër për orës 7, kur do të fillojmë, 7:10 kur do të fillojmë transmitimin nga të gjitha qytetet, nga të gjitha sheshet. Në fakt ne kemi zbritur në sheshe, nesër jemi në sheshe. Shumë më pak jemi në qendrat e votimit. Do të kemi natyrisht raportimin nga qendrat e votimit kur do të ndodhë, sidomos nëse ndodh ndonjë incident, vazh zoti mos të ketë. Por fokusi total nesër që nga orët e hershme të mëngjesit deri në mbrëmje do të jetë me gallatën që do të sjellim nga sheshi i Prishtinës, nga Ana Terezë në Prishtinë, nga sheshi në Mitrovic, nga sheshi në Ferizaj, nga sheshi në Prizren, nga sheshi në Gjakov, nga sheshi në Pej, në Gjilan, ku performues të ndryshëm, këngëtar, artist, pastaj humorist, aktor, gazetar, opinionist, do të hynë në për këto mini studiot që i kemi improvizuar në për sheshe të ndryshme, edhe më tha diçka për mikrofona? Jo, për 2 minuta Bleroni, po kjo është Bleron Baraliu, po kjo që nga ana tjetër e medaljes për sa i takon këtyre. Jo, unë komunikoj pa problem, vetëm thash mos nuk është do më mbaj mikrofonin, se kam problem. Besoj Gjakov do të jetë edhe ai që shet perimet. Mund pengon kur nuk më flet regjia, se shumë radio. Gjakov do të jetë edhe ai që shet perimet në formën interesante. Jo, nesër nuk do të mund ta kemi currin, sepse ne do të jemi në studio, ai është duke shitur atje, po do të jetë Zeni për shembull, do të jetë Difura, do të ketë shumë performanca nga Gjakova, performanca nga Prishtina. Natyrisht e gjitha nis në orën 7:10 nesër në mëngjes me super pamje, super ekskluzivitet dhe gjithçka të bukur deri në orën 18 ku pastaj Kushtrim Sadiku do të filloj t'i jap ato hintet e para rreth projekcionit dhe rezultatit që kemi marrë. Dhe natyrisht nuk do të mungojnë pastaj panelet një pas një që do të jetë super fantastike gjithçka. Okej, këtu e kam ka shumë njerëz që do të angazhohen nesër, nuk e di nëse mund ta kryej sot obligimin e ti përmend njerëzit që do të bëjnë punën e tyre, ndoshta më mirë është nesër. Nesër është më mirë, ndoshta se që mos të harro në një edhe mos t'i kërkojmë falje atyre që kanë mbetur jashtë. Saktë. Po, prandaj me shumë rëndësi. Para se ta bëjmë lidhjen, do doja që Arben se fushata ka shkuar mirë, po shoh Ismet Kryeziu në udhëhecin e demokracisë në veprim dhe mikun e televizionit gazetarëve si institucion, por edhe si një intelektual, po shoh raportin e tij. Raporti po thotë fushat e bazuar tek liderët. Kështu të paktën e kishte. Po është e shkurtër, andaj ishte e bazuar tek liderët. Po, e bazuar tek liderët, pra një fokus tek liderët. Në ndërkohë thotë e përqendruar, po fushat zgjedhore konkurruese, por e përqendruar tek liderët. Nuk përmend probleme, po gjithsesi rol